Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të dashur shikues dhe sa mirë që po takohemi edhe këtë fundjavë bashk. Sot po qeshi sepse kam një kolegë dhe po ndina tepër shlirë përballë Rit Berishës, një s'po di çka kam ja nis me prezantu. E njihni krejt, ai tashmë është me emisione të pafundme, është gazetar, ka qenë gazetar, ka qenë udhëheqës i mediave, i grupeve të Erenit, i grupeve të studios, i lajmeve të portalit, i lajmeve të gjithë shkafit. Dhe është një koleg i jashtëzakonshëm, të paktën nuk po them vetëm por edhe për ata që na punojmë me të. Dhe i them me shumë kënaqësi, Ri, ditë mirë se vjen sot përballë me Rid. Mirëmbrëma Tina për juve, përshëndetje edhe për krejt atë kontingjent të shikuesve që na ndjekin këtu në rajonin Mërgat. Rid, nuk e ka nevojë me të prezantu shumë sa i përket bagazhit tonë profesional. Edhe titullin Deri Kombit. Deri Kombit. Ridi shikues të dashur. Deri Kombit. Unë sot po më duket më shumë kom me qesh se sa që kom me bë pyetje, për ndryshe. Po pyetje me najt në kallopun e seriozitetit veç nuk e di ari. Jo, sot premtom që kemi me dalë për te krejt kornizave. Në influencën e aresë. Shikues të dashur, Ridi, më shumë jemi mësuar me pa në këto kuadrat politike, në një format politik, dhe realisht ashtu e kemi njohur, por nuk ka munguar asnjëherë në terren. Edhe unë jam e fascinuar me energjinë e tij, që edhe sot me pik shefi, po pik ditës shoh del terren dhe bën intervista drejt, ka qef me shku te terreni, nuk e këshyr as kohën, as të rreshurat atmosferike, as çka, sepse jeton dhe vazhdon kështu me kanë me këtë dëshirën për profesionin e gazetarisë. Ka marrë rishtan këtë energji. Falenderoj pamos për komplimentimin. Është e vërtetë. Se atë njëri ka nevojë për komplimente me të livdu dikush, s'po më livdon kërkush. Ama seriozisht kjo është e vërtetë. Kjo shumë është e vërtetë. S'po më livdon kërkush, kështu që e di si deficit këtë punë, faleminderit shumë. Ka di për një kafe bashkë me një kafe bashkë. Si të kryna emisionin sot kemi një bashkë. Peve glorifikon figurën time adhetaro patriotike, profesionale, faleminderit, nga zemra. Të regom seriozisht ka përmen këtë energji. Nuk jam pak 25 vjetë me qa tha me 19 janar të vitit 2000 këm botu, mu ka botu artikulli parë në IWPR, Instituti për Raportim të Luftës dhe Paqes, një qa me thoni vegë zërënësishme e botimit analizave të lajmeve, të atyne që ishin me tensione drejtnike e tjera. Nga që në shkollë të gazetarisë të Fajk Konica dhe patenar një grup aty. Nga ka një grupi, menoj fënime i mirë dhe atë shkrim nuk e arrej asë njerë. Dhe më thonë, këm pas 20 vjetë, s'po di 20, asë 20, sa për bje. Qa ka qenë shkrimi, titulli? Shkrimi ka qenë për raportet që shme thonë etnike me njëherë të pastutës, një analizë me intervista tereni me kur një gjopa. Bo, këtë që kësha mësu në teori, realisht, u më nësha me tënat nga rkesë që këshëm nga lufta, nga tirania Miloševićit, nga çdo gjë. U më nësha me nejtë në, që shme thonë, profesion. Po. Edhe ka qenë një artikull i pëtu, mas nej... I pare, apo? I pare në... Çfarë emocioni ishte? Jashtëzakonshëm. Ave dhe i ribre, që me thonë 20 vjetë, edhe o konë një motivacion breslans, ave dhe shumë inkurajus. Prej aty të na me kolegu konë aty generacion unë matë vjetra i mbirë më shkolla, i mentor shala, grupi tjetër mos t'i përmeni. Edhe patë njësë me punu në epokën e re, me botuesi Muhamet Mavraj, njëri prej qa me thonë, atyre zërave organizus të protestave studentore të vitit 97,
për me një burri i çmum i jashtëzakonshëm, kena fillu në qendrën e studentëve, po të flas për periudha që i mojnë mend të këndshme për mua. Edhe o konë asë nuk qëshëm orar, a o dit, a o natë, dhe më thonë gjithë fokusi o konë 100% edhe mas tutës nuk ka pas rrëmi ju, edheni, shukon. Shumë probleme. Dhe më thonë, këna e tutë në kohën me zhurmat e agregatav, nga konë një redaksit aty në qendër të studentëve, këna funksionu mirë. Aty këm nejt një 6-7 muaj, 8 kështu me gjas, pi aty të këmë shku në KTV, kur pat një spunën KTV, aty më ka marrë Dugaxhin Gorani. Edhe nga konë ekip. Shumë mirë. Jashtëzakonshëm, pa di që këna pas problem. Kalimi pi gazetës në televizion o konë... Shumë ndryshimi madhe. Ndryshimi madhe, sepse kurse harroj i bëjshëm kronikat, storjet, ka 7 minuta të bëjshëm komente. Si gazeta, po. Edhe editorial. derisa u rahatuma, vede? Po. Edhe kurse harroj në regji aty, kur i kryshim këtë lajmet me Dugin, e mese Dugi u konë, të më thonë, mbledhje që i maj këtë Dugi u konë, jo mbledhje, plenume, apëtë, mese, ka vazhdime. Se, i ka zgjata s'ka, ka son gjastë një. Dugi u konë, do më thonë, kër e ka bojtë, kër e ka moderu, heq, mbledhje Dugi, do më thonë, ka shkaktu shok kolektiv. Pse a shkëshit këtë me hangër bukë? Si e njën tutu e në gjuat, pas, jo. Edhe... Se qka bëj kjerë? Nese, po, Dugi... A ka qenë fani, kështu, a ka qenë një rat? Ka qenë fani, po, Dugi ishë general tjetër. Okej. Qysh më thonë, edhe na ishëm brez tjetër. Po. Edhe kapacitetet e njërive të tina, në atë kohë nuk i kishëm. Normal. Dhe unë nervozoj këna herë, pëse ju në shka s'kime qenë. Edhe, veç që ka pos cëtërle, all delete. Edhe jam e s'ke që është shkruar. Si fillimit, apo? Po, me mu s'ka pos kur të lash. Kur nuk ka pos të lash, dhe aty dhe më thonë përvoja partë, lini vjetë aty, këmë qëndru, derisa i ndjeri, edhe pagat i kena pas shumë të mira. Edhe më kujtot një moment, unë e këmë dash punë në terenit gjithë. Në falë që po vazhdoj kështu në bashkëta me folë. Unë e këmë dash, këtë ma apës ta këmë kalzu edhe kështu në herë. Edhe e këmë dash punë në terenit shumë edhe në atë kohë u konë lufta e ushtërisë çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanos. Dajti kisha atje u dhe luftës edhe kur se harrojnë njënin për i momenteve, dy në fakt, njënin për aty në momenteve shkova situata në fare s'ka qenë e mirë. Edhe unë insistova me mbështetjen e dajvet, me shku në vija të frontit. Mo lutën dajt, nuk bën, edhe derisa nuk hoqa dorë dhe shkum atje. Edhe nuk e di, a ka qenë situatë lufte, për me, jo lufte, për lufte ndodhen granatimet e sërbëve. Edhe nuk e di qësh kena shpetu, por kameramani e satë Mikullovci, pjalli jashtëzakonshëm i ushtrisë, syni nuk e ka trem kur, edhe i kena pas gjiru ato pamje, ju në konë pamje të vërteta, do më thonë nuk ju në konë fake, ju konë pamje autentike për vendin gjarës, edhe kur ku marrë në redaksi, do më thonë gjithë, kur i panë ato pamje, do më thonë u shokun s'pari për sigurin që shkeni rreziku ashtu, edhe e di që edhe Dugi, po edhe vetonin atë kohë ardhë ke aty suroj, ka pas respekt për stafin shumë betoni. Po, generata e Dugit, është paka shumë një, apo janë pak po, ma përstesht? Dhe, jo, me staf usil e kom fjallën shumë mirë me neve. Po. Edhe nuk ka shpesh, absolutisht. Sa ka ardhë me naj hajgare, që thojnë ta Shqipnisë me naj batut, me naj sen, ma tepër me na inkurajua. Ato ka qenë ma shumë, flaka ka qenë, apo jo në atë ko? A më vonë? Se mojnë men flaka. S'ka përra me punu? Flaka nuk ka qenë në televizion.
direkt vetoni ka arë, se këtu kanë qenë projekte të një rëndësie të veçantë edhe për kompaninë, qa me thonë koha. Edhe unë nuk e harroj kur, me thonë drejt, shpërblimin e zarfu konë 1.000-1.200 marka në atë kohë, për ato pamje. Apo, sa të mëdha janë? Nuk ishin paret, jo që janë me rëndësi gjithë, hadi mos ta në lërsojmë, po sa ish lërsimi. Herën e dytë, që kom shku në bisedimet konsul për pache, u konë po ashtu e sati, u konë para se me shku në konsul ka rajoni Kamenis në aton për të kalu atje. E sati s'kish pas me në kaleshëm Sërbi me ID kartat që në lëqoj këtë departamentu në mikut për media. Edhe sati nuk ka pas. Ma nalën kamermanin, qka me po, proces shumë i rëndësishëm, edhe e mora kamerën, thash priti këtu, unë po lëvizi vetë atje, kum shku vetë atje, në konsolë në mbajshin me Peter Faith ka qenë ndërmes, edhe një rund shumë i rëndësishëm, se pastaj u konfirmu ma vonë edhe nalja e demobilizimi u që pa me bëze kështu, edhe aty qka me bate kërbo, ko një koleg nga RTK, Mumin Jashari, që mbulejke në gjari nga RTK në atë ko, me Nusret Hasanin, Nusreti shofer. Kamerën ata e dishtë, mu më njofshim kështu, ma vendosin kamerën, ma regullun, white balance në atë, ishtë ato procedurat, po, ka pas protokoll, jo, po, edhe sot është ajo, standard, bot ajo nuk e di shpesh, po është standard, për me dalë fotografia. Që bojnë, se janë modernizu në këmisha e bojnë, në këmishat mësafirit, të barë, që të bojnë, po du me thonë, më ka asistu Nusreti e ka lëshu kamerën, unë e këm kry punën, e marova storen, i falenderova, u ktheva në punë, e bona kroniken, montaj, në atë kokon me në këtë vekën a pas, o konë platformë online e transmitimit të gjona, dhe kanë thotë një moment tjetër me basën adem djerin dhe mod që pa të nxiru një 2 ora, 3 emision me to. Po. Edhe kanë haru me rekordu. 3 orë kanë haru me prekrecin. Edhe kur i kanë thonë... A mësuve të qa dytë? Basën adem kur i kanë thonë, kur i kanë thonë që... Ade që që ka pasaj humorin? Kur i kanë thonë që... A u qmend? U qmend basën adem se gjërat ma ere i ketë ade. Po. U konë në fakt aty edhe Vranini Gecajt, sot nuk është në Kosovë, është në Suedi, si në përshëndes shumë, energjik, jashtëzakon shumë. Ka se lajmet prodhojnë, jo dhumë, pa prodhojnë një farloj kryengritje në staf. Shumë, një farë adrenalina, po. Prodhojnë momente epike se ki me deadline, me ko, kur minis lajmet, tek minise, dhe ta... E kështu që tala masaj në RTK, edhe këto për përfundoj. Edhe që ndodhi, a ardhë prap Ademi... Gjosi kalon për e thonë. Mos ardhë për në gjyru, ajo. Që ka më hajgara, s'ka më hajgara, da. Edhe, po, ki momente ndryshme, atë në atë kujnë, o konë vetati i stupcave, i në konë ketë këta, o konë gjenerat, unë nuk e haraj kur periudën e këtë vësë. Ta na mas nej mas një viti, në pathirë i ndjeri Agimi Zatrici, në atë kohë konë drejtori televizion, drejtori përgjithshëm, u konë Richard Lucas, nga BBC. Po, kujtohet. Edhe unë e kisha kolegë nga shkolla gazetërisë, nga që ishin aty në RTK, po me thonë drejt, ma kryeshin përshtypen që RTK është një farloj dinosauri me strukturë komuniste të mendimit. Kontrolluse kështu, apo? Me a strukturë të resursit njërzor, bagi me mendje komuniste, dhe na i shumë në një medium shumë liberal. Po. Edhe Agimi, kurse harajmë, ka insistu shumë, do më dhejnë ka shkelja dhe procedura në atë kohë, se s'pa ta shku as me kohë në test, as me gojë. Kur e kam pas diksionin me incizu se haraj kur o konë Bujar Babuni, sot në pension, pritje madhështorën pa të po, që i kishtë tonë Agimi. Po. Tara kur këm shku, edhe mu pytë kështu, më pa thirë Richard Lucas me Agimin, ka pas dhe pytje të thjeshta, po te përmajtësisht provokuse.
Richard Lukas për këtë vënë këtu. Qa u ka një pyetje, tregom atë diçka që të kalon. Qa të kujtohet? Ati, pse s'ke ardhë më herët në RTK, pse kënet atje për shembull atë. Apo, Po edhe diçka, edhe unë insistova me aty mos me shku më në thash çfarë po ma bë këtë pyetje, si i ri. Me shumë impulsivitet, qysh me thona, vede. Edhe thash, unë me tregu drejt s'kum dash me ardhë heq. Atina. Apo dy unë edhe sot kom dilema me ardhaj. U të shmendaj. Edhe agimi mas ne qysh qatë bone ashtu e sene, veç. Nuk e harroj këtë jam minjës për shumë për njërin në kemë Zatriqi. Për në me jam minjës, më kam mbështet në gjitha fasë. Mu personalisht më kam mbështet në gjitha fasë. Ai ka qenë të në ma vonë patar të Astrit, Saliu i kena kalu në gjaret traumatike të Marsit, edhe nga viti 2004, jëm redaktori i lajmeve të ditës kanë qenë atë kohë në 3-5, me Rabisha Muhaxhiri. Rabishën e kom pas kolega aty, e kom mende kolegët mirë, besoj, se punojnë në mediume ndryshme. Po me Rabishën kom eksperienca fantastike, ma shumë shakaje, kështu se sa. Viti 2004 të më thoni më konë staf editorial, edhe i terenit, s'kum heqë dorë kur. Redaktori i lajmeve ditës, redaktori i lajmeve në mbrëmjes në atë kohë, kum vazhdu të na mas një kohë Blec Oçushin. Redaktori i lajmeve qendrore, redaktor përgjegjës i lajmeve, edhe kryeredaktor. Do valla kum kalu këtë çfarë faza. Me 14 maj 2010 e kum nisë emisionin Politik Debat. Debat Live. Do atë kohë ka pas një fukarallak programorën, se mund ta them ashtu. Përgjithësia s'ka pas as i gare ç'është sot në tregun medial. Edhe kum nisë debat politik një herë në javë, ka qenë të ma vonë 2-3 herë në javë, po një herë në javë. Edhe e di që kum bë çdo gjë për me punu, jo veç për publikun, po edhe për treg, për me pas plasman gare konkurencë në treg. Derisa, do më thonë, në një moment, ndodhe ajo që ndodhe dhe... Do të kalojmë të këj moment, nuk na i kaj moment. Kjo ishte paka shumë një, që shme thonë, mu ka dasht vite, shumë vite, po terenin prapë e du. Sot është e vërtit ajo që përmene. Terenin e bëj me qef. Storit i bëj me qef. Komunikimin me kamerman teren e kom pjesën ma dashtun edhe me montaż të punës. A vëde? E di, edhe une, tash po të regoj për shikusit tonë që të se den. Kuadra televiziv, kur ti merë për shembull na i thojmë setup, a vëde? Po. Mas e marron intervistën, qysh e merr intervistën, cilin kant, prapavin që s'do të më konë sfondi i ngarkum se e turbullon, e amenson shikuesin e tjera. I kushtoj rëndësi çdo detaj në aspektin televiziv, ku ta bëj kronikën. E di. Monona, s'pëdi. Kom parit, unë së të regoj ty, po për të regoj shikuesve tonë që ka shpesh herë, sidomos kohëve të fundit që më rastis me u taku me koleget cilat ka punu rridin me to. Sidomos femrat me cilat kam punu me rridin edhe vazhdojnë punojnë ende në RTK, kam pozitat të moderatores, udhëheqëses dhe ku e di të ndryshme, e kanë një lëvdat tepër të madhe për rridin edhe lavdojnë mënyrën se qysh është shumë i aftë me bashkëpunu në grup edhe me jep detyrat edhe me shpërnda detyrat. Do thotë kanë livdu shumë në punën menaxheriale se ti qysh mundesh me bë me ta ose qysh e ke bë me ta. Dhe në ato e ditë numrin e madh të punëtorëve në RTK, s'ka qenë me siguri fare e lehtë apo jo. Po Shore, unë sot për RTK-n kam një raport emotiv, një empatia, ndjeshmëri, si më thonë, se kam punu gjatë. Edhe RTK-n si institucion publik na du të me rujt, së është i publikut. Edhe du të me rujt edhe me zhvillu, nuk du me sulmu, vetëm pëse një subjekt politik, disa subjekte politike, grupet saktu me shoqënorët të interesit, qoftë edhe rival të RTK-s në treg, dëshirojnë me i fik kandilat e prezencës e RTK-s në treg. RTK-ja i duhet, unë menaj, publikut edhe i duhet të Kosovës, është e gjithë publikut. Unë kom punu në sektorin, gjithë në sektorin e informacionit të lajme kryesisht, edhe ka momente ndryshme.
unë jam rrit me RTK-n tana me atë eksperiencën me trajnimet vendore, ndërkombëtare kryesisht, mbi gazdarinë. Edhe kena kalu për një me periudha që unë nuk i harroj, nuk i shlyj nga memoria ndonjëherë. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme që RTK-ja sot të punoj edhe për aftësitë e saj konkurruese në treg. Të mos rinë kolegët me atë komoditetin se ne i kemi të sigurt lek pagat për një muj. Që do mos tash ka treg të madhë të medjave. Se të kena numër të shumë madhë të medjave sa... Në ekonomi të tregut të lirë, cilësia informatës është e rëndësishme. Saktësia është e rëndësishme. Ashtu si kundër që është shumë e rëndësishme se si e paketon e ambalazhon në produktin, apo si e bën të gatshëm për treg. Dhe mendoj që në rrethonat e tashme RTK-ja do të me i rezistu edhe me qenë kompatibil edhe me transformimet që po ndodhin, qoftë në mjedisin kulturor, me gjeneratat e reja, me habitatin e përgjithshëm. Kështu mendoj që ata kolegët edhe kanë atë vëndat e komitetin, po do të mundësit edhe besoj që të nxiten, do të mundësit me punu ma shumë edhe për treg. Për pos që mirujt vlerat publike, do standarde të pa negociushme, për të transmetu një lajmë, një histori, një debate kështu me radhë, po do të me punu shumë edhe për treg. Unë nuk kam qare pa të bo, se herë që kujtoj Meridin, përveç punës të ti të pandalshme, ajo puna me sy kështu që zotri Veseli pa t'i ndodhë në debat. Hajtë bo ma njerë me syrin. Bo ma pak me syrin. Hajtë sa shumë lajmë pa të bo rriti te, dhe rari është, krejt emisioni është bo lajmë. Edhe ka qenë mënyra me menaxhimit, shpeshik unë e di që s'ta ka një fare për këtë punë. Hajtë pak riktheja historisht shikuese. Unë se kom përjetu si ciklet, se në ato momente kur je live, atë nuk pash rrethonat pa zakon të udhësonë fillimisht se kom pa që ma ka mbyllur syrin hiç. Po sa e bën një herë dy. Jo se kom pa ne. Po unë jem kon të shiku diçka edhe po kon pyetja përën dhe ligj. E di po. Edhe jo zotit Veseli, po kjo i ka ndodhur dhe burështetasve më të mëdhaj. Kur ka mund është me pas unë kush do probleme me organizim të frymarrjes, teksa e artikulon një fjali. Edhe nëse një moment caktum, mund është me pas problem, njeri mund zhjith fryma, sune thon fjalin, edhe tu e pas parasysh peshen edhe vëmendën e madhe, atëherë, edhe kur gjonë, kërkova marketing, po shumë e madhe. Shumë e madhe, e di. Asë një moment nuk ka ndërry, unë ma vone e pas që bëhe madhe e punë, se nga i moment nuk e pas që ka naj, a vede, shku me marketing e pas edhe u këthim normali, a vede. Shumë u pa t'i bëha buj kjo puna e bërës me sy, e aqë ma shumë të figurës ka në ke pas në emision, sepse ka qenë normalisht edhe Zoti Kadriu ka qenë kështu, është konsideruar si figurë, si lider serios dhe ai bërja me sy është një farë nxitje dhe normalisht që është dashur me u bë lajm, sepse gjithkush kishte me u bë lajm në këtë. Unë po them në po di se ke vërejt. Nga rrethonat atë nuk kum pa ndaj situatë dramatike që shu dramatizuar mas në prej medjave. Mediat kanë drejt me bë lajme natyrisht. Normal ti bile këtë punë mas mirë ti. Mos u pengon, unë jam tolerant, jam liberal. Edhe prej njerëzve që shpesh kanë për të gjuhë një losjes, të urrejtjes, mbi bazat ndryshme. Edhe po jam i gjanë, aty liberal kështu. Bili nonës tam, kur e kum pas marrë një pozitë në televizion, tha po del, nona u bëj ke marak. Edhe tha, po del pune, po lodhesh e se, thash mu më ka dal pune, non, po ka pak edhe ty, ja, bete. Se e përmendin nonën, a? Po ma përmendin ka pak nonën. Kërë të na përmendin ka pak rritur punë mua. Ka pak na ju skuqën vesh, te. Livdojnë, thashoj none. Po, a i tha pindzien vesh, na. Te na thuen a pindzien vesh, dikujt. E qështu që
normal është. Një jetë publike do të me di që, sidomos në këtë farë mos qalin tonë, mbjekesh me thonë, po kulturor, e të përgjithshëm të emancipimit, ki njerë që i mbisundon urrejtja, jo racionaliteti, impulsiviteti, militarizimi përgjithshëm i mendimit që është një problem, abede. Edhe një midis që ati i reziston mendimin ndrysh. George Orwell e ka një, të firma kafshëve ka një formulim epik për lirin e shprehjes. Një prej esejistëve, menimtarëve, gazetarëve, shkrimtarëve më të njohur për të fusha jonë. Po kryevepra është firma e kafshëve, ku thotë liria e mendimit kuptimsohet. Merr kuptim atëherë kur me mendimin tënë nuk pajtohet tjetri, ose mendimi jot e ngacmon tjetrin. Edhe kjo çu shpëllon e demarkon, e vizaton më së miri demokracinë, mjedisin tolerant, plurale, kështu më radhë. Shumë e vërtet. Njeri do të me qenë gatshëm me jetu me mendimin ndryshe, sepse me po atë mendim jetojnë me familjet tona, besoj, apo? Po, pra. Se cili edhe thjesht me çajo është demokracia. Po. Uridi, të regom sa nga kolegë, na kemi shumë kolegë, gastaria e ka që të mirë që të krijon shumë rreth, pedi ma, pavarësisht gjeneratave, sektorëve të gastarisë na krijojmë shumë rreth. Unë për shembull nuk e kum pas vështirë, s'm ka kushtuar shumë gjatë, po një periudhë me ta kuptu këtë humorin që e ki këto mesazhet ndër humore dhe që i dëshon. Do të më kanë njerëz që nuk kanë punuar më herët me ty, po ju vjen që punoj. Nuk e din kur e ki për një me këtë sarkazmin që i. Fati që punoj me gjeneratën e reja, do të me najt me kohën. Po. Për ndryshe bruda hup. Vjen poshtë në aspektin e vikën kandilat. Që shpja bona e atje, bilbili kë gjesti. Niko ka qenë shumë, unë e di kur do ishe me i po, rriti për shembull se shkues të dashur i ka do kështu këtë pjesën e sarkazmit që e përdor, shpesh herë e përdor edhe për me marrë e përgjigje. Për shembull kohë të fundit, disa nga kolegët i pyet a çka kish ndodhur me gjestin. Realisht nuk ish puna veç e gjestit, po ish e lajmeve që deportonin në rrjetet sociale dhe me pas se a janë hiç me lajme apo jo. Unë këto e kuptova tek vonë. Vidi tregona pak për shikuesit atë pjesën e galerisë që di. Po, edhe për këto spore pe kallzoj. Këto spore me safun e knoshna për veti, a besoj si me shku dhe psikologu. Muhabet kryet pjesa serioze zyrtare e punës, pjesa tjetër tani është veç nxjerr lajme, tu bisedua, ke po nxjerr për një po nxjerr me lajme. Po fol me gjana që na lidhen me realitetin. Po, ama i stili kur po janë te monitora. Edhe kur po bojnë debatën në pikëshyri kështu. Po të vrej. Edhe qysh pja bojmë tash, ato po nalën kolegët. Qysh? Ti drejt sa më ke marrë vesh, marrë që seriozisht, da? Po tash e di që kur thu, e qash qysh po thu mja bo atir, unë ta bëj qysh dush beret. Edhe te kushtrivin kanal 10, aty ka njerëz shumë përheki këtë ves, qysh me thonë, i thash negjit s'pa hiu, thash mirë. Kom po që i ke thonë, e qa ku thu ti negj me bo atë? Qysh mja bo tash negj, qysh me zgjidh këtë punë, thash, kush me zgjidh? Negj e ka marrë seriozisht, apo? Se është pjesa, debati është taktizim. Ti e ki pjesën tonë, kur do mjë drejtu publikut. Taktizim, balashe, kur do mjë drejtu publikut, çka ki me thonë e thu, nëse debati ka dhe pjesën e, në të pak të arthimin e se mu me thonë, të balavacimet mendimeve, sa aty edhe mendim, loj mendimi ka, për shqira dhe kotësira. Basha dhe kotësira. Basha dhe kotësira. Kështu që, po këto, ka qenë një moment, unë zakonisht e di që vim herët në gjas, në kohën e dimnit, edhe pesha në hyrje një thest madh me kryp. Këto, me i pyet thash, se disha është krypa nuk është spari. Se s'kish pas as një shaj, kryp e trash. Me prejk, thash, ma mirë s'me prejk, thash ta kërkoj një radhe, që është, ma mirë heq. Po shkoj në redaksi, dal ka dal për veti. Qa këni bo, që këni kaluaj, ja ka prish ku shefin a jo, qa ka ndodh na i gjanë që se dhiju në thash, një herë, 2, 3. Bashkë kur gjë, thash, s'ka ndodha,
Jo tha, po di që diçka, jo thash, po çka ka ndodhur këtu, a ka ndodhur se pa ditë gjonë ec. Kur po kallzojnë tha, jo ka ndodhur tha. Ka ndodhur tha shumë njëri pe kameramanë vleror, jo tha ka ndodhur shumë. Je ndërzuar, tha rap. Jo, shumë tha ka ndodhur, tha ça? Au çu tha, baza hamde, Po. ai me qëllimin më të mirë. Mi qitu i pishave këtyne, atë mi ujit, po konë ka shumë eftoft e asartë. Edhe për 2 orë, edhe këto pjesa para hyrja aty. Edhe pishat, këti kanë ngri, edhe pishat. Jo, edhe betone, qartë, po, e pjesa. Krejt u ngri. Dhe, spari viktime këti e këti votive të mirë. E këti votive të mirë fjesnik Balsamde ka qëndrimi. I biri. Tha, shka ka ndodhur me qëndrimin? Tha, si karo, vazhdo. Termet 7.7 shkallë të trekterit. Une, a për një me kia, thash, apo më në i korë, dhe ju pasha zotin, tha ka ndodhë. Dhe, imaginoj që ata në une në menin skemen, që shka e qëndrimi me... Jo dhe qëndrimi, jo mërzura. Ati është tërzu... Edhe zotri ka solli, a në sinjor. Ka solli afrimi, po ka solli dhe u qu shpejte, po të vrej dikush. Mos me vrej dikush. Po, edhe garant e ka prek shpinën tek ma larkë këta që më së me që ka vinë. Edhe kolegë tjerë, pa, bleroni ju kalë si gjaketi, ka kujtesu se është takëll. Edhe një kolegë tjetër është rëzua, që e di disa nga tojën, bile mishë se rëndu. A beson, une këtë muhabet, këtë paradit e ka shku me lotë kesha. Nda që lotë kesh. Po, ama, a përshë që pe përdor këtë që thash këto pyetjet me hajgare në kuptimin e mirë, për me nëzirë një përgjigje. Unë për një me marke, thësha me bo me ditë ata që unë se ditë shka është ajo, mos më bojtë horë, a i shkon kryp. Po e ata krypën, e tokë, si me bje. 6 orë që e ka pru ma sa. Po që kërë dilë i vetë nisi me e shkri, akullën, e arë tha një krypa ma për ja, një pa që dripit pami, thasha, për më jep të qesë në asi pas mi tha. Nuk nga dhajo, së dja kishë më fru shikuzet, nga kishë janë pamir, së dja kishë më fru shikuzet dhe risa për e komentar. Po, une, dhe tash po kishë me përjetoj atë gjenin. Po e dyti sa nuk konë, që një për kalze me erë të këm, ajo konë epike kështu. Smile Smoke në këna pos në redaktor. Dhe me thonë, ne në kalap, i disciplinum. Këmë pas konflikte shpesh me ta. Me Smile Smoke, konflikte në kuptimin e ballafaqimit koncepteve, një me shumë i disciplinum, ma që disciplinum, në pikpamje të sa që një ngjarje rrethanor ati shkaktoi ke shok. Qa po ndodhë? Shumë bëjke matematika, politikë. Na ishëm një ratë tjetër, nuk e kishëm dërtë fort, a mërzitet filoni, a fjesnike, raporteshëm. Ky matë ke gjonat me peshore, ma të forë së gjykatës. A beti. Edhe mu më shkaj ke... Me akrybunin me qiket, që më shkaj ke... Do më thonë, nuk e këmë pytë shpesh me të kaltu drejt. A beti, gjithë që një fatë, gjithë këtë ngritë që më konë, nuk e kryqa punën të më profesionale, sunë më kapë kërkom, po s'kishin qef mungus, a i generatë shumë me njerëzna. Na ishëm generatë që këshush me mungus, në kuptimin mungus. Po, me kalu ku hon pak edhe. Jo, mungus në kuptimin e raportimit, me bo pyetje kritike, e kom fjallin, me bo tema kritike, me bo shtru pyetje, me bo pyetje logaridhanse për këdo. Edhe nuk e përrejtëshin kanë shumë smali ndese, po mirë nga kalun përgjësi. Para dite, mramje kishëm naj mos pajtim, nesër me naturisht vjoj ke dita kështu, Richard Lucas në ka përkra shumë edhe agimi, kështu që ku na mështeqin ata, dhe më thonë, smali, dhe më thonë, u pajtike. Në regull, është, dhe më thonë se ka pas problem, arkin pa puqe, shpesh rike në pomë. Nësi që në atë, se e re ishëm shpofjet. Në qadrën e detit. Pa puqe, arke. Në qadrën e detit. Po mori virë, edhe kështu, në me e jasën. Në më në këshyrë ke mos me na ekspozu ndaj problemeve që kishë është një në atë kopo na, nuk pritëshmë, dëshëm me raportu. Edhe një prej ditëve në fillem, sajna pas... Ajo pjesë e pikturës, apo? E galerisë. Në rëtëkë dhe sot i thojnë regjisë dhomës ku realizohen emisionit, i thojnë galeri.
Po. Të na i thënë regji. Masteri, na i kena thonë galeri gjithë në RTK. Kom e ditë kush e ka vendosur këtë. Edhe, po edhe përdorët, edhe jashtë, edhe në rregull. Edhe njoni, në atë kohë kena punu me montazhin e bëjshëm, montazha lineare kanë qenë, ka qenë një avid, i kena thonë atë kohë, po ne i ka Albin Gjara në ta, dhe dikush tjetër. Fjorda Domi, edhe, po kryesisht montazha lineare. Du më thonë, me kaseta u dashkemi i montuar. Mi bo capture ato, u dashkemi shti kasetën me prit sa ke gjiru, me prit qash me bo. A ke pas DV-Cam E6, Po e di, ka qenë shumë. kryesisht na i kena pas dy lloj kamera DV-Cam edhe E6. Po jo kena, domethënë ka funksionu mirë. Po veç kanë erë kur ta lësh ka shiritin, ta kap ka shiritin Son në rride. krahasohet puna sotit me atëherë. Me ato tripoda 12 kg që i bajsha në shpinë. Me transformimin e sotëm teknologjik. Është e pa imagjinueshme që ka ndodhur në këtë harkohë. Jo të ishim galeri, po kthena, kur i kryke se cili gazetar kronika, u dash mja që redaktorit, redaktori mi kontrolu, mi verifiku ajo në regulacion, edhe mandej mi që në galeri. Edhe i thot, Baca Smajl një kolegot aty, sa ishim punësu, thot, mere që të kaset në galeri. Kronikën e vetë. Ka me thi shoferin, thot, ku me shku, pak, u konë ora para 7-ve në mbrome, janë 7 gjyrës para me ndohë. Edhe shoferin e thirë, thot, ku me shku, thot, në galeri më ka thonë, Smajli me quqet kaset. Shoferi habitet, okej, jajtë. Edhe shoferi pak habitet, kap kasetën, shkon aty. Qka me po aty në galeri të artë? Veqeroja. Ora 7 mbromje, në 4 mbyllet, po. Mere që të më ka thonë, na qa më duhet ka thonë këtë kaset. Smajli më ka thonë, po qa na duhet kaseta, na mirë me ekspozita, me gjona, me sene, me... Mos që të ka thonë Smajli, hajtë. Ka mora, po. Këtë në punë, e lash të në galeri. Kur shkon Smajli në galeri aty, i këshyrë, i këna pas ranërderin në të ishëm, rënditin edhe e kronika. 1, 2, 3, këshyrë, që ka kaseta sështë. Se i verifikoj që më edhe ka një herë. Për pas në gjarët live. Gjithë të më do procedura verifikimi, të konë, është e një të kronikë që mos mu përsërit me i gabim, mos me dalë në gabim. Edhe, e thira të në telefon. Ku je? Thot që, të shkurë për shpi. Po, ku e ke lonë ato? Thot, në galeri e këm lonë. Qova, thot, me kërë. Qysh, thot, me kërë. Thot, qysh me kërë. Thot, galeria këtu është. Thot, ata e këm që galeri të kardë, thot atje. Jo, bre. Para me në qme, Smajli o koni, ka përridu traum para lajme. A ishte me papuqa ditë. Edhe ka përridu traum. E të shkoj shpejt, e ta marri kasetën, e të bas meme, të bas me horë, bas nej, se s'pë të bja për menanë se. Po ndodhin këto gjona, a vede, ndodhin këto sene. A mo janë qëtu në gjari rritë Edhe në Shqipëri njone, një kam një kolegë, Begjet Bekun. Po, e di, se kemi kolegë, po. Kur të folë Begjeti, i vetëmi njerë që mu mështi me latë me kesh. është Begjet Bekun. Nuk e di. E të vëllo kom kolegë, për një me dveçanta dhe është ka t'i kalzën rëfimet e këtyne herit, edhe vakit. Ta na une, a i kur mi kalzën, do unë i ma të rëfimet mija i kalzoj për vetë une. Okej. Se e thonë ti s'po ti mi kalzu mirë, mi kalzoj unë ma mirë. Njona për ty në kishë pas morë vesh, ure ku marru keqë më ka kalzuaj. Okej. Tha shkem Shqipni, shku më Shqipni, ja që shkon mas ade, edhe shku me porosit makarona, dikush më shpageta, dikush pizza, thash unë porosita makarona, e më këshërë ke. Begjeti? Edhe, unë këshërë ke. Edhe thash, qështu që da kamareri, na i vanoj Coca-Colat e sane, u bon nervos, mu më ka pru shpageta. Thash, hajde këtu kamarer, unë të lypa makarona, në të lypa shpageta. Po që ke më Kosovar, që ngritë zërin, njësa janë. Si makarona, si shpageta janë specialitet e brumi. Ta kërë atjellë, diçka që e ka në stili. Për di me, specialitet brumi, po, meri që të makarona, edhe, mos jo specialitet brumi, për mani këtë lanë me duqa.
Krenavi Duqa. Tha, që është ajo specialitet klubi? Tha, ja më volë, më thash, jo rëfimi këti është, veç unë pe kalzoj, thashtë, unë pe kalzoj ma mirë. Po kesh kej, po gjysh jo. Edhe, po, vakit që i ka me thënë, dhe më thonë, janë, edhe kur të folaj, që ka që më thonë, se unë e bona horë, veç ajë kur t'jetë në menaj takim, kur t'a njësë me folë, seriozisht. Për gjona që na mujna milit me në një tjetër, na vede, edhe unë e kop qatë profil, qatë karakter, që kur të folë, si dhe mos begjeti, mund më konë të Donald Trump në shpitë bardhë në kishë. Po, jo, se ka problem. Ta bon të animazit si Zelenski, Trump. Ama, për në me, është, i ka vakit interesant, i kalzën edhe, kena moment në nërshme, kam një përvojt tonë me begjetin edhe, po du pak me dalë pe këti formatit gazetarës. Jo se të prove, të paktën për shikuesit të ka njoftë në qitë formë. Të paktën unë s'kom pas asë njerë. Unë jam prej Llashqitës për Gilanit, një katon atë. Edhe për familjes e nuk meret kërkush me jetë publike, i pari e mune. I pari dhe s'pelqon, nuk pelqon vetë. Dhe babën e kam inxhinier të gjeodezis, në pension tashtë, nanën avise. Përshëndesimi nga medionin e vetë. Edhe kështu që, do më thonë, ade nuk, vërgjë dhe për një familje që ka pas qasje në, qysh me thonë, jetën publike këtu në herë, tradit në sisteme, kupedion e, kështë është, Kosova pas lutës është një Kosovë e re, e transformimit kulturore, shansit për gjithkon që s'ka mujt me pas shansë në vitet e Tiranis, qoftë Miloševićit, e besa dhe të ish Jugoslavisë pa tjetër. është një Kosovë e shansit dhe këtë Kosovë të shansit për shojmë tash në vitin 2025. Mu edhe tyre, përveç që na lidh profesioni i njëjtë edhe puna, kolegialiteti, punë të përbashka, na lidhet diçka tjetër, unë vonë kom kuptu që ti ki tatuja në trup, një që shkom edhe unë, bile, unë e di që para... Sa tatuja në alët? është ko gja gjatë, me një shëgje, tash pa të rëgoj qka është, kam edhe do kështu, po e di që kur i ku bo tatujat para 6 vjete, kom pas shumë kësi para gjykime të drejt për drejta, nga kolegë se qysh ndodh në njëri i ekranit me pas tatu. Qysh ti mas pari gazetare jep se tatu, a dini që del në ekran, mund është me qenë shambull dhe mire, ku e di në qka. Ma dhe të pashtë edhe ty që ekip, po tash edhe shumë gazetare që një vit 2, ka njës me ishë përfaqë disa këto... Personale bërë është? Sa tatuja e ki borët? Kjo është një moto frymëzim nga Batalioni Atlantiku, që që thash, ka një kuptim tjerë zakonshëm për gjykimin tim dhe i kom pyetur edhe amuj me marrë këtë moto me kënaqësi. Që sa kohë ke bërë? Unë isha këtu kur filloj koha, veç anglisht është, edhe do t'jem këtu masit përfundoj koha, Ilirian. Sa mirë. Kujtimi besoj që e merë, është një I was here when time began, I will be here after it ends. Ilirian. Sa e mirë. Edhe... Që sa ke bërë e këta? Ka disa vite, edhe kur e këmë bërë dokumentarin me kolegë naturisht për Batalionin Atlantiku, na këna prezentu në Kosovë. Premierën kanë qenë vetë drejtues të Batalionit Atlantiku, pjesa politike, edhe ka qenë një dokumentar në rrethanat e kohës i bom në regji të Ilirit. Iliri kujdes për regji shumë në kanë ndihmu, edhe Ilir Kabashi, dhe cilin e falenderoj po ashtu. Kena kry një punë, cilin e kena pas për detyrë me kry, nuk është aj punë me modo, dash më kry shumë herët, edhe thjesht jem fascinu me rëfimet e tyne, me heroizmin e tyne, me rëfimet te për impresionuese sa i përket motivit fisnik, heroik që kanë pas njerëz, për mu përbal me një regjim Tirana Miloševićit që po bënde kërdi masakra gjenocid në Kosovë. Prandaj, unë i shmoj pafundësisht luftën e tyne, shprehi te për konsiderat, edhe për drejtues të luftës së UÇK-s dhe ata politikë që sot janë në Hagë, një proces jo transparent përfundimisht,
një proces ku kritikët e sistemit drejtësisë gjenë arsye të shohin shqetësim se po kjo gjykat po mbyll syt njërën anë duke shkel të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit për të pandehur si quhen tash. Mos harro, kemi atje njeriu që ka shpall pavarësinë e Kosovës dhe kjo shoqëri është në gjumë, është shqetësuese për mua. Shikojmë Kroacinë kështu që përgjithësi lufta OÇK-s ka qenë kryengritja më suksesshme në historinë e shqiptarëve në këto pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Më suksesshme mas Skënderbeutit. Kështu që ka pas kryengritje edhe më vonë. Sot këto ditë po shënohet edhe 80 vjetori i masakrës së Tivarit. Shumë pak është bërë për me mirëmbajtje historinë, për me arkivu ato, me konservu. Për mua shumë e rëndësishme kjo të mbetet në kujtesë të secilët gjenerat, në kujtesë dhe shtetërore, të shndrohet në ligjerime shkollash, fakultete, universitete. Sepse kam qenë po ashtu në Izrael disa herë dhe kam pas sa shumë ata më mbajnë, nuk harrojnë kurrë çfarë ka ndodhur me holokaustin e tyre. Dhe ajo që më ka bërë shumë përshtypje është se unë kam shkuar atje për të bërë dhe dokumentar, që u transmetu për herë parë premiera ati në qendrën historike sefardike të hebrejve në New York, mendimin e Ines Demirit, konsula atëherë ka qenë në New York, ka bërë gjithë infrastrukturën atje dhe domethënë kam rast edhe mendimin e pa kusht të Florit, Flori Gashit. Flori Zevit, në fakt. Një mik shumë i mirë jemi, shqiptar hebrej. Dhe gjitha mohabetet kanë ndodhur në kafe rastisht dhe kur më ka tregu një rast qysh ka shpëtu Shaul Gatenio në letnisë të Vitis. Ka qenë rrëfimti për me përshtypje të paharrueshme për mua. Që më ndikoj vendosmërinë, arsyen, motivin për me bë dokumentar. Dhe Shaul Gatenio është shpëtuar në kishën e Letnicës në Kosovë, në vendin ku e ka filluar misionin e shejt në Nateres. Ai din çfarë simbolike e jashtëzakonshme. Edhe kretë unë e mendoj çka më bë për reputacion për shtetin e Kosovës. A beson për historinë tonë, për atë histori të gjyshërve, të gjyshërve tonë. Jo për ta mashtruar atë histori, për ta retushuar, po për ta thonë të vërtetën. Një të vërtetë të shndruar në një film televiziv. Shqipëria ka bërë shumë, po për Kosovë nuk është ditë shumë se sa. Prandaj kur e kena transmetuar ato atje, ende sot më shkruajnë kam rrëfime tjera të burrave dhe të grave, sot një prej tyre nuk është në jetë, janë në moshë të shtymë shumë, që kanë shpëtuar në Kosovë, këtu në Prishtinë. Në vende tjera, në Mitrovic, në Gjakov. Përgjithësi, domethënë, jo që unë ka ikë nga vullneti, po edhe angazhimi mbase në punë të tjera, ma ka, qysh me thonë, ma ka nal pak progresin me finalizu këtë punë, por është të rëndësishme. Atje sot hebrejt janë ashpinjos, e mësojnë historinë e shqiptarëve si kanë shpëtuar në shkolla fillore. Kapitull i veçantë. Dhe kjo ka rëndësi që dy kombet të përafrohen, të lidhen me njëri tjetrin. Kosova ka interes shumë të madh bashkëpunoj në fusha bilaterale me Izraelin, sidomos ato të mbrojtjes, të inteligjencës, të ekonomisë, bujqësisë, gjë që kanë filluar, e kështu me radhë edhe të fushës së inovacionit. Ku bo që akom mujtë me bo, për një me, edhe kjo të në është... Ajo që trasht gjigante, edhe kjo është Shqiponia. Shqiponia. Wow, është ylli? është ylli i Davidit, besimit që i takojune. Për të cilin je e thua dhe... Shqiptar jam, absolut, po. me gjak, besimi është çështje shumë private, dhe digjo nga dënëja jonë nuk do të me heqdore, nga identiteti dhe gjaku. Definitivist po. Edhe tjerat janë... Shumë jo mendje hapur në këtë aspekt. Tjerat janë, pa më kanë gështuar, më kanë një losë, më kanë kërcnuar, po dëgjone, jëmë...
Ridi. Kur ta vendosin një Doja gjonë, rrit, ti doja rrit, edhe që kjo është. Unë e di rrit dhe të kom pa, me atë sot një, të kom pa që je shumë mendje hapur. Dhe po, ju, po, absolut, jeta e ka harashtë gjona. Unë të kom pa që je shumë mendje hapur edhe gjykimin për të tjerë, qysh dush beja bojnë arrit. A? Qysh më vëllë mja bojnë? Qa më bojnë, ti e marrë që në fillim për të keqa? Jo, adem se të pyta për tatu, Ridi, adem se të pyta për tatu, sepse kemi një diçka të kështu përbashka. Unë nuk këtë tatun që kom fillu me bua këtu, është kam betë, jo në gjysë, po e pa dizajnume. Po, e pa, jo mire dizajnume. E notat muzikore ato qka? Jo, na jemi, të familja jem të baba, jemi shumë fëmijë, jemi 8 fëmijë. Une me motra dhe vllazën jemi 8 fëmijë. Qysh misht një dhe gratë e sotë, mi bo ka 8. Imagjinoje, nga. Se? Po qaj e ka moj shqiptarë? Po tash po du me e bo një farë ndryshimi që si atëherë që kemi qenë 8, tash jemi mbetë më pak, sepse se cili është shpërndane për jetën e tyre me bo. Dika tjetër është shumë rrath për takohemi. 10 fëmijë kom dash mi bo, po gruja s'deke. Po që, përse nana em ka dasht edhe që. Këtu është shigjeta, jam shigjetar në horoskop. Edhe këtu i kom vendosë që Ka i bje shigjetari? Ka me karakteristikë të veçantë? Po, ka, është shumë... E harreshme. E harreshme, është impulsive. është kogja avanturiste në aspektin që ka qef rrezikun, i prek pak. është shumë kurrështare. Ngacmohet nga rreziku. Edhe është shumë e ndjeshme, është edhe e kthyeshme. Apo? Dhe me thonë, që të i këmë përfshi antarët e familjes të nana të babi. Antarët, unë menova që jenë nota muzikore. Jo, Ridi, jo. Që është po të të rrët, si atë, këtu i kam djallin edhe vajzën. Me jetë të gjatë që ofë që gjithë. Faleminderit. Këtu e kam një simbol timin edhe të ish burit tem. Babës së fëmijëve që i kam këtu. Po që adesha më të pytë për, kur kom fillu me bo tatu në parë, kanë qenë kjo, Bena dhe Zogu, fëmijëve të mi. Ka dalë, po ashtu dhone. Edhe dikush më pati thonë, ata që bëjnë një tatu, tha që kime pa që nuk kam e shku shumë gjatë, edhe kime ardhë, sepse kime dash me bëha dhe dytën edhe tretën. E vërtet është. Unë nuk i kom besun që ta, thash jo, qa është ke punë. Tha që ashtu tha, t'jep një farë loj... Një farë tërheq, një fush magnetike. Për me bëha, tha që ta, edhe unë nuk kom besun këta. E vërtet është. Kur kom shkuaj ka qesh, tha, e apishe që jeni, nuk je vetme, tha, jenë krejt. E për që ata desha me dollë të tatut, me të pytë, atë ka ndodhë dhe ty që kjo? Po, dhe mua dhe grusë, gruja ka ma shumë tatuja se unë, Do me thoni ka ndodhë? Shumë ma shumë, jo, ndodhë në gjithë, për mënoj, unë e kom nalë me qëto, se unë e jam 2 vjetën me nalë, ati kur thamë, stop, që ka që dua dhe ma shumë, kështu që, bësh 2, kam që ka që simbolika e historisë një popullit lasht, një kombit lasht, edhe tash du të mi dhonë kuptim kësaj historie me punë, jo me mënyrën që është posilë me mbase, po do të me përmush me punë, edhe identiteti kom ta gjaku jam që është shqiptar, edhe besimi mrana, që mund më konë hindus, budist, gotës, lullës, mi besu një lullë. Po, e drejta gjithë kujna. Me pas një qëllim, mësë me bo keq, kur gjë, kërkujt edhe qasë. Shika, besimet abrahamike ka një funksion të dobishëm, ato monoteiste, që qunë besimet e një zotë. Funksioni ty në primar është, nuk kem klerik, po nga jo që funksioni ty në primar i rëndësishëm është me mirë mbajt, me shtu ndërgjegjen tek njerëz. Që njerëz me jetu me ndërgjegje. Me jetu me një lloj përgjithësie në këtë botë në mënyrë që në botën e përtejme si që gjërohet pas ringjalljes, gjithë ata që kanë ndërgjegje, që kryjnë vepra të mira në këtë botë, që kanë rekorde të punëve të mira, në botën e përtejme të shpërblen me që quhet parajs. Prandaj këtë funksion e kanë dobishëm, në rastin e Kosovës, në dëshmitar që ka deformime. Të jashtëzakonshme, po kjo tim tjetër. Absolut. Unë e di që je kuzhinier dhe një person që din shumë mirë me bo ushqime. Mos t'i shakon gazetar për Zotin, a beson pas qatë madhe Zot isha bo kuzhinier. Qatë që jam maraklet në kuzhin, adi njëri ka momente kur lodhet e kur pritane kështu, po përgjithsi kur të bëj ushqim, do më thonë e përjetoj, e planifikoj, kur du me bona e gjo, e planifikoj, i kam këtë gjona në kuzhin, edhe këtë kohën sa bëj ushqimin, bashkë me noën, edhe kaunin, qiken e vogël edhe djalin më të madh, me edhe ata ishtin funksional, ata mu kujdes, s'po javë shpjegoj kështu janë ndryqë me fjallë mira. Që tonë, para se me hongër. Cilin ushqime e pregadit më së mire, që gruja për shamull thot që ta pedu,
Sot po kom qef që ta rriti me pregadit. Nga peshku, pastat, gatimet tradicionale, leqenikat e këto gjitha dhe më thonë. Sa mirë. Gjitha i bëj. Po i bëj, që shme thonë, du të me pas një farë momenti kur e ki, mos të foli për llojet e pjatë, kujdes na shumë, kur të ka mundësi natyrisht. A më kujdesesh edhe me udok mirë ajo në pjatë? Po du të me pas një është ardhëre, Po. du të me ditë ka i bje copa e misht, ka i bje, që bëj këta shumë, pirja, Po, bash, nëse pire, vendos po. pire, Po. nëse vendos me ilustru pjatën me naj karot, edhe që shëpon prerin e saj, ka rëndësi shumë. Po, shumë vërtet. Brokolli, lule lakna, ose naj gjatë tjetër që mund të kombinohet me ato. Edhe mu kujdes që kur ti servohet dikujt në pjatë, pjata me shkaktu një re avulli. Qëfar ide po. Rritë unë tova. Edhe ajo re e avullit të përbërënson mrena. Tash bëjna të budizmë. Ridi, qa më tonë për Ridi, ishe fantastik. Faleminderit shumë. Seriozisht, është pjesa njerëzit, gazetaria të krijon përgjithësi tepër të mëdha, stres, gjithçka, dhe këto e përjetoj edhe vetë se e di. Po njerëzit, megjithatë i them, një ditë i thash dikujt, na jemi njerëz, më dhe na i përjetojmë, kem qef me tu. Sepse mendojnë njerëzit e ekranit kanë përgjithësi tepër të mëdha, sepse dojnë me u familiarizu me njerëz që na shikojnë, por ata duhet me ditë që na kemi një jetë tjetër, që bojmë funksionojmë, kemi edhe po punë mdogat tjera. kum pa dikun tash. Po type mund më kone më ishme që më ke pa. Tha ku? Po nimi tha po mdogat. Thash, një më të mosh, thash, po është e mundën. Po tha pika atje, thash, po është e mundën, tha, hajtë më shme qëllu, tha. Thash, a këshyrë televizor në herë? Disha që më ka pa televizor. Tha, po. A ke mujtë më pa televizor? A, tha ti, tha jema që i po. A diti, a po, a diti. Po. Kështu që, jeta jo ka përgjithësi, na du më konë si njerëz publik, edhe me do përgjithësi për më në shtesë, më konë një farë. Dhe modeli i njerëzve të kujdesshëm, të përgjithshëm, shembujt mirë në publik me tregu. Po, edhe në diçka gati harova me të pytë, nuk bën kjo me mikë, o rrit. Mu, së ka ika sa tërë, sepse kemi diskutu bashkë, për shikuzve tonë, e di që ke pas një betej, që nuk e ke lëshu fare me gjyqin, me drejtsin, shkurt e shqip, aje ndi jo i privilegjum, pa edhe triumfus pëse jo, sepse në diçka që konsiderohet pa drejtsi, atëherë jo ndër rende ligje që vendosin në këtë aspekt. Mas pari, me thonë urime, e di që je shumë shto modest edhe stanin për vendimin shkallën e dytë të gjykatës, që është marë pro juve. Jo, shkalla parë ka vendosë. Po shkalla parë, bandej këta ta e dyta. Okej, së në bona, gabim në profesional në gjysh. Se pari une asë në Facebook lajme nuk kom qitë lajmë Po të tjera të lajme. për vendim. Po, tash na mirë me jetë publike edhe është natyrshme që ka njerë edhe u aqojmë lajmet, çka bojmë kolegëve, ka njerë i marrin vetë, varet nga Po të pyta për këto, sepse që ta thash, na vetë jemi gazetar, po në ndodhin ka njerë dhe neve gjana me u përballë me ligjen. është normale bre. Ka gjatë ke që këtë punë dhe që ndojnë. Shiko, jeta që shtojnë qënë ande këtej, a vede, televiz, poshte për pjeta, a vede, jeta nuk ka veç autostrat, edhe du me kuptu këtë Ka dhe rejtharit, ka dhe rreth. ka stopa, ka situata ndryshme. Kështu që unë besojmë koni përgatitun për atë situatë shumë, të përballjes me RTK në me këtë ato, rast, se nuk e cekon asë RTK-n se s'pëdu asë me mi kriju naj reputacion kështu. Po ata individ që kanë bo atë punë, e dini gjatë që jo vetëm mu, po dhe shumë tjerëve i kanë bo dëm aty. Edhe kostën fatkesisht e pagu në RTK-ja. Edhe penalisht du ta marrin përsipër edhe ata vetë, sepse në Kosovë ka ligjën fuqi, nuk vlen ligji i stupcit edhe i forcës i urrëties, sepse pastaj kostën e pagun institucioni. Po edhe vetë ata ishtë dasht me ndje penalisht këtë punë. Unë besoj në drejtësi, edhe në shkallën e dytë, besoj në çdo gjë, po a beson
dyqysh ju më po njëjta, si të mira, si të lajmit e këshirë, edhe kur të qomin a i se në kesh, ati fatkeqësisht, po nga rendim për me bo lajmin. Lajmi keq për neve, është edhe motë e njërë lajmi mirë, a vedin nga zëtari. Fatkeqësisht, po. Kështu që po kjo profesioni jo na bën të ka njerë të jo të njëshëm, pa emocione ndaj situata. Po ka njerë është edhe ma mirë nështë. Po unë e përsa unë me po çfarëdo situate, nuk besom që nuk kam emocion fare. Goqa se njëjtë këmë ishë më bëdho. Minë njerë men e kam qysh me raportu. Po e po është në gjo. S'po dija mi thonë e mira, keqe në profesionin tonë do të më kone kështu. Pyetja e fundit ridi, a është e mundshme ridi më këthy në rëtë me vendosmëri të ndën, jo pëse dikush tjetër vendos? Dhe gjë... A të kam betë ndonjë pak vakum aty që me mujtë me dasht? Kisha pas shef me pretu historin e mirë që kam të kujtesës me rëthëkën. Dhe ende nuk kom vendosur për atë punë se çka bëj, ka shumë faktorë dhe rrethana tjera. Unë këtu jam mjaft mirë. Jo pse jam këtu, po kushdo që më e di që nuk jam shumë oportun fare, as konformist, po edhe qëndrimi, pronari, drejtori general fakti ISP Broadcasting në këtë shtëpi ku jemi, ku operon me një platformë fantastike të jo vetëm të internetit, të shërbimeve cilësore, por edhe të rrjetit kablor televiziv. Ka ambicje bashkë me ty si drejtoreshe e përgjithshme e me këtë neve si staf që të lëvizim për ta konsoliduar skemën programore dhe kjo ambicje të monë. Kur e shet që diçka do të me ndodhë, do të me bënë gjo. Edhe ato momente njeri i jeton besoj. Kështu që nuk ma shumë kam ngacmojnë gjona që building që ndërton, a vede. Se so ato që ndoshta të luftojnë, ose ku e di si çka. Shkon e kini komoditet, si me punu. Nuk kam qef, pa i në nëshpunë punëtor që punojnë administratë, shkepin letë njëftima e pasaporta, se punë e qmume, edhe punë me stres, me nërkes. E nevojshme, po. Po gazetaria është një profesion tjetër, se cili profesion është i rëndësishëm. Ka rrethanat e veçanta, po ka njerë i thësha, na nuk jena këtu me shkep pasaporta letrinjëthime. Po, valla. Mu trajtu si punëtor, burokrat të administratës. Po, tereni për neve është alfa dhe omega, është oksigeni jonë për me egzistë. Unë e vish një diçka e di sigur që këtu, atje, në RTK, BBC, CNN, kudo bashkë, unë e di që kam e vazhdu me pas një bashkëpunim, një kolegalitet tepër të mirë, edhe po du me thonë parashikuesit tonë që unë e mësoj shumë, vazhdoj, punoj me ridin, edhe në vazhdimësi mësoj gjona profesionale, cilat unë ndoshta si kom praktiku më herët heq. Do me thonë, është një farë tutori në aspektin menagerial edhe gjithçka tjetër, kështu që faleminderit për energjinë dhe bashkëpunimin që vazhdon me jap te unë edhe te krejt kolegë tjerë. Mundësin edhe për çdo gjë, Valen. Urime, shëndet dhe gjithçka të tjetër në familje, në profesion edhe kudo tjetër. Faleminderit shumë, poshtë edhe për ju. Faleminderit. Shikues të dashur, qa me thonë, isha përballë ridit, doja sërid, një kolegit të jashtëzakonshëm, edhe një njëri që nuk është ndalë asnjëherë të punu, nuk ndalet realisht, edhe që nuk priton edhe me na mësu, edhe me na kritiku, edhe me na lavdru edhe krejt të tjerat. Emisionin që sot për ata që nuk e keni ndjek nga fillimi, mundeni me gjetë në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Arbëria, televizioni Arbëria, TV Arbëria, edhe në Facebook edhe në krejt rrjetet e tjera sociale, deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetëshit dhe do të shihemi prapë me rrëfime fantastike me njerëz që kanë kontribuar secili në profilin e tij, e që është shembull i mirë për të gjithë ne. Mirupafshim.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.